Përshëndetje. Trokon në mënyrë të sigurt. Hapi parë. Mos e hiqni mbrojtjen e ekurit. Mbrojtja e ekurit është kjo këtu, domethënë, kjo që vihet përpara se të vihet guri i trokos. Trokoja është quhet tjetër i thon fleksibël, i thon në disa terminologji, amerikani ka triangle, e quhen triangle. Pra, kjo pjesa mbrojtëse metalike duhet mbajtur, duhet ruajtur, nuk duhet hequr se përbën problem për sigurinë. Jo se disa usallar nuk e kanë hequr, e kanë hequr, e mbajnë të hequr. Një aspekt tjetër, aspekti dytë, mbaje fort mundësisht me të dyja duart kur e përdor. Në aty ku e lejon mundësia, se ka disa raste kur do ta përdorësh me një dorë, po bëhet fjalë për trokon e vogël, se trokon e madhe se përdor dot me një dorë. Një gjë shumë e rëndësishme është kontrolli për çarjen e diskut. Mund të ketë raste kur disku i trokos të çahet. Dhe në këtë rast her pas here duhet kontrolluar ai, sepse çarja e diskut bën që cifra të ndryshme të vinë në sy, ose të ikin në ajër gjatë prerjes. Mundësisht trupi dhe këmbët ti kemi përpara mbrojtjes. Pra, nëse është e mundur pozicionimi në rast se do presim një hekur a diçka tjetër, nëse është e mundur të qëndrojmë mbrapa mbrojtjes metalike, kur presim një gjë dhe gurin fleksibël, i cili rrotullohet, ta kemi në një krah që nuk krahun e majt, për shembull, po them kot, kur nuk e kemi trupin të vendosur andej as këmbët, as një gjë. Pra, që në rast të largimit të gurit të trokos, largimit të ndonjë cifre e kështu gjërash, ajo mos të na vinë neve në fytyrë, po të ikin në një vend që nuk ka njerëz. Hekuri që do të prini në këtë rast të ketë mundësinë të hapet në ndarjen. Pra, është një lloj pozicionimi që kur ti pret një hekur, një dras, një gjë tjetër, edhe peçiklasin e pret trokoja, duhet të keni parasysh që pozicionimi i vendit ku është mbështetur hekuri të jetë në një moment të tillë që në rastin kur ajo do ndahet, do pritet, pas prerjes mos të ndodhi bashkimi ose përkulja e hekurit, por të ndodhi hapja e tij në momentin e prerjes. Pra, sa më i hapur të ri ai deri në hapjen fare. Sepse ka disa pozicionime ku nuk e shmangim dot këtë prerjen e hekurit në mes, dhe pas prerjes ai krijon përkulje të brendshme. Përkulja e brendshme mund të jetë e rrezikshme. Në këtë rast, kur ne dim që hekuri që do presim mund të krijojë përkulje të brendshme, atëherë presim në formë V dhe shmangojmë rrezikun që mund të ketë ciflosja nga guri i trokos. Kam mjaft raste që nuk kemi pse të shkojmë deri në fund prerjes hekurit të një hekuri ose të një drase. Sepse ne, për shembull, nëse duam të presim një hekur fillieç, ne mund të shkojmë deri në mezin e prerjes së hekurit, 5 mm, dhe pastaj duke ushtruar forcë mbajtas djathtas, mund ta presim, mund ta këpusim këtë hekur aty ku është qarë. Që do të thotë që ne kemi kursyer kohën e shkuarjes, kohën e gurit, kohën e prerjes dhe sigurinë tonë fizike. Pra, këto gjëra që ne po flasim bëhet fjalë për atë që quhet siguria teknike në punë, ose safety work në anglisht. Kur presim një dras, duhet kemi kujdes se duhet të shikojmë edhe çik për nyje drasat, sepse ka drasa që kanë nyje, dhe aty ku është nyja,
për të prerë, trokoja ka vështirësi, ajo mund të kthehet mbrapsh dhe duhet ta kemi parasysh këtë pjesë. Në rastin e prerjes së drasës, trokoja ka një mbrojtje dyfisht. Pra, përveç asaj mbrojtjes rrotullame, ka dhe atë që quhet bazamenti mbrojtës që e bën trokoncin në formën e stekës prerëse. Pra, ky bazamenti mbrojtës rrëshqitës i trokos, unë e kam gjetur diku te 5.000 lekësh, është i sigurt sepse e mban gurin fleksibël në mes dhe ka hekur majtas, hekur djathtas, hekur sipër dhe si të thuash nuk krijon, shton siguri në fund. Trokoja duhet të presi me peshën e vet të trupit. Pra, kur ne presim hekur, nuk kam nevojë unë të ushtroj presion mbi trokon siç bëjmë me trapani. Pra, vetë pesha e trokos mbi hekur është ajo që bën të mundur prerjen e hekurit. Jo se ne s'kemi ushtruar ndonjëherë presion mbi hekurin, e kemi ushtruar, po nuk është mirë, sepse kjo mund na ka ndodhur disa herë që na është kthyer mbrapsht në kol, po trokoja dhe guri trokos. Së fundi, por që duhet i thënë e para, me të drejtën, është veshja e punës. Veshja e punës nga kokat e këmbët, këpucët me hekur, prej hekuri, me bazament hekuri, veshja fosforishente, jeleku fosforishent, kapelja, maska, syzet, të gjitha këto mjete mbrojtëse janë ato që shtojnë sigurinë në punë. Ju falenderoj që komunikuam bashkë për një gjë kaq të rëndësishme.